Eksponenti i krimit Ines Hajrulla, i njohur ndryshe si i Forti i Vlorës, i ka shpëtuar arrestimit pasi, siç po thuhet zyrtar të policisë, të konspiruan operacionin e SPAK, BKH, FNSH dhe agjencive e partnere ndërkombëtare, dhe megjithëse kishte një dosje të madhe me aktivitet kriminal, ai nuk ishte prekur prej kohësh. Madje dokumenti që po publikon pamfleti dëshmon se ai merrej me biznese në Vlorë, maskuar si i punësuar menaxher bar kafe, pjesë e rrjetit të një firme shërbimesh, hoteleri, restorante, agjenci turistike, transport udhëtarësh, agjenci materiale ndërtimi e të tjerë, në zotrim të personazheve të skeduar nga drejtësia në Shqipëri dhe Itali. Vet fjalë për firmën SPAK Napoli, me adresë Lagja Hajro Çakerri, Vlorë, krijuar më 26 tetor 2018 nga Amarildo Petritaj me 25% dhe shtetasit italian Antonio Napolano me 19%, Gennaro Canterini me 19%, Fabio Amabile me 19% e Giuseppe Schiano Visconte me 18%. Sipas raporteve të policisë, shizhe e drejtorisë për andalim pastrimit të parave brapa aktivitetit të biznesit me emrin SPAK Napoli në Vlorë, qëndrojnë Artur Sheu e Pollum Petritaj, grabitësit e 600 hektarëve toka në Vlorë. Ortaku kryesor është Amarildo Petritaj, djali të mirënjohurit Pollum Petritaj, i arrestuar disa herë dhe i dënuar, ndërsa 4 ortakët italian sipas informacioneve rezultojnë të jenë pjesë e grupit të Artur Sheu të Pollum Petritaj në aktivitetet e bixhozit, grabitjes së tokave e trafiqeve. Nuk është rastësore dhe palidhje fakti që në biznesin e një grupi me aktivitete kriminale është punësuar menaxher kafeneje me pagë mujore 30.000 lekë, një nga figurat e njohura të botës së krimit që ka qarkulluar miliona nga vrasjet me pagesë, presionet ndaj bizneseve, pegmarrjet dhe trafiqet. Firma SPAK Napoli, megjithëse në qendrën kombëtare të biznesit, është regjistruar qysh më 26 tetor 2018 me NIP L8 72 26 24G dhe ushtron në aktivitet prej 8 vitesh, nuk figuron si subjekt në regjistrat tatimore. Tatimorët e Vlorës kanë lejuar që ky biznes të ushtrojë aktivitet në maskën e subjektit person fizik Armalindo Pollum Petritaj me NIP L9 69 17 20 1D, subjekt ku figuroni punësuari i Forti i Vlorës Ines Hajrulla dhe të gjithë punonjësit që faktikisht operojnë në aktivitetin e firmës SPAK Napoli në Vlorë.